qytetare shqiptare me një pasaport evropian. Sa herë zbresin prej 35 vjetësh në një aeroport në Itali, në Gjermani, në Greqi, ku do tjetër në BE, na tregojnë me gisht një korridor më vete, ku duhet shkojmë dhe të futemi në radhë si në korat e vjetra. Ndërkohë që europianët që zbresin bashkë me ne nga avioni apo nga trageti, kalojnë me shpejtësi në një korridor tjetër, pa radhë dhe dalin matanë sa hapen mbyll syt nuk duken më. Ne vërtet s'kemi viza për të lëvizur në Europë, por ama s'kemi as të drejtë për të ndaluar në një vend Bashkimit Evropian. Prandaj, kur arrim kufit e BE-s, aty në radhë, na merr në pyetje gjithmonë një polic që e kthen pasaportën mbare mbrapsht dhe pastaj pyet ku po shkon, sa lek ke me vetë. Me kë je, ku shkaftuar, ke ndonjë rezervim hoteli, ku do rish, sa do rish, dhe pastaj të thot atë fjalinë të mërshme kur do ikësh. Kjo është një histori që mund vazhdoj shumë gjatë akoma, nëse ne së bashku nuk e mbyllim përfundimisht